Jemi në meny dhe shikoni këtë gjetën para lojës Bayern München Inter. Fabian, si është udhtohet nga çlirin e qytetit duke prezantuar këtë veprimtari tuaj në freestyle në futboll? Unë pëlqej shumë që të udhtoj domethënë për vende të ndryshme dhe sidomos tregoj që jam shqiptar. Po më shumë jam Myni, po shkoj edhe në për shtete tjera që bëj video për Instagram, TikTok e gjëra të tilla. Kam pas përfaqësuar Shqipërinë në kampionatin botror për freestyle. Në disa vende në Brazil, në Afrikë të Jugut, në Itali, Çeki, në vende të ndryshme. Keni edhe një histori shumë interesante me ekipin e Bayern Munich që ju kanë thirrë në servitje të... Po, kam qenë duke performuar këtu në Myni dhe më ka parë trajneri i dytë i Bayernit, Paul Clement, ka qenë këto. Edhe ai më thanë nëse kisha dëshirë që t'i tregoj lojtarëve të Bayernit këto gjëra që bën. Po më të drejtën ka qenë dita më e bukur pasi kisha përballë gjithë ato lojtarë që ka qenë kampion bote, lojtarë të mëdhenj, domethënë siç Lewandowski, Ribery, Neuer, Lam, gjithë to, domethënë ka qenë dita më e bukur për mua. Kemi pa duke performuar edhe në Lisbonë edhe në Myni edhe në qytete tjera. A jetohet nga ky sport? Po, sepse kam dhe ditëlindje, festa, shfaqje të ndryshme, stadiume. Shkoj domethënë që bëj këto, që më thrasin. Më shikojnë për shembull duke bërë këtu Myni, edhe më thrasin do vish se ka çunim ditëlindjen apo